Franca ishte ajo që bashkë me Arabinë Saudite bën presion mbi Trumpit, që ai është sot në këtë pikë, që ishte deklarata e famshme e New Yorkut me 146 vende që nënshkruan. Dhe plani franco-arab, çfarë parashikon? Parashikon fazën politike. Me këtë fazë politike mos të përjashtohet autoriteti palestinez. S'mundush sot paqe në lindjen e mesme pa patur një organ palestinez. Këtë organ palestinez Izraeli dhe Amerikan dhe Trump e skarcuan Mahmoud Abbasin edhe në New York, ku ai nuk u lejua të shkonte mbati fillim, i kujtova, u skarcua edhe në Sharm el Sheikh, vetëm dje par dje Trump dha më në fund atë lejen e tij që Mahmoud Abbas të marrë pjesë në Sharm el Sheikh sot, por mësojmë që Netanyahu nuk ka shkuar sot, se ka një arsye feste hebrej fetare në Izrael. Pra, faza e dytë, çarmatimi, Hamasi do insistojë që armat të dorëzojë një autoriteti palestinez dhe jo të huaj. Pra kjo duhet parë. Pra si do bëhet çarmatimi në mënyrë shumë konkrete.